Agim Aliu është ndoshta figura më interesante në PDK për momentin. Ai po ja thën kurrizin Albin Kurtit, Hekuran Muratit, Dimal Bashës e Kullan Kusurit të vetëvendosjes në Ferizaj pothuajse i vetëm. Prandaj partia ka nevojë me i mësu një 2-3 sene për jagimit. Ai po din diçka që tjerët nuk po din. Me tutje PDK du të me punu natë e ditë, me ngjall Gjilanin, me Riadin, me ngjall Kamenicën, me rikthy Podujevën e Klinën. Gjithashtu me rikthy Malisheven, mini koalicion me Fatmirin. Dihet që Fatmiri t'i bjen natën, rreth 20-25.000 vota, që do të thot ai i meriton minimumi 3 deputet brenda listës me u zgjedh. Çka po du më thonë është, nëse ata që e marrin drejtimin e partisë tregojnë pak kreativ, mundën me akomodu limën PDK pa asnjë problem. Ndërsa du të me punu fort për unitet në Kaçanik e Drenas, si dhe me bon ndryshime masive në Peje Gjakov. Këto çka po i thom, nuk janë punë që bohen as në Rubikon, as në Pressing e as në Debat Plus. Këto bohen në selit partisë, në takime gjata konstruktive, ku secila palë nuk e synon maksimumin personal, po kompromisin kolektiv. Sigurisht që ka dhe detaje tjera të rëndësishme që nuk mundën me u thonë me një postim a me një video të vetme. PDK duhet me rujt figurat qendrore që i ka, duke e hap partin edhe për njerëz të ri, bie fjala Gent Sakën dhe jo vetëm. Për momentin, unë besoj që Bedri Hamza është figura ma unifikuese e këtij koalicioni gjanë brenda PDK-s, po dhe figura që apelon mas miri jashtë PDK-s. Bedriu duhet me qetësi e maturi me ndërtu ura ndërmjet fraksioneve, rrymave, komunave e gjeneratave, nëse don me pas sukses në zgjedhjet e ardhshme.